نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Falënderimet, lavdërimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit Xhelle Xhelalu qofshin për pejgamberin e tij të fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar shikues, fillimisht e lut Allahun Xhelle Xhelalu që gjitha duat, lutjet, adhurimet që kemi bërë brenda muajit të bekuar të Ramazanit, e lut Allahun e Madh që të I pranon, të I peshon rënd në peshorën e veprave të mira, që I shohim atë ditë ku do dalmi para Allahut te bareke ve taala. Allahumma amin. Padyshim një prej emrave, cilësive të bukur të Allahut Xhelle Xhelalu është edhe emri As-Sabur, që do të thotë I durueshmi, ai I cili vonon në dënimin e tij, ai I cili na vëzhgon, ai I cili na shikon, ai I cili vonon deri në një moment të caktuar, dhe se askush nuk mund të shpëton për dënimit të Allahut Azza wa Jall për çdo kan I cili ka kaluar kufin të Allahut te bareke ve taala. Ki emër I bukur I Allahut Azza wa Jall nuk është cek në Kur'an, por është marrë prej një hadithi të vërtet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që e transmetojnë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në hadithet e tyre të vërteta nga sahabiu I nderuar Ebu Musa al-Ash'ariu radhiyallahu ta'ala anhu, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la ahada asbaru ala adhan yasma'uhu min Allahi azza wa jall. Nuk ka dikush që është më durimtar se Allahu te bareke ve taala për fjalë lënduese, për fjalë e këqija që ndëgjohen. Allahu Xhelle Xhelalu është më I durueshmi. Paramendon në thot pejgamberi alayhis salam: innahu yushraku bihi wa yuj'alu lahu al-walad thumma huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Allah azza wa jall I përshkruajtën shok, Allah Azza wa Jall I banën shirk, thanë se Allahu Azza wa Jall ka fëmijë, megjithatë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu I furnizon, Allahu u jep të mirët e kësaj dunjas, dhe Allahu Xhelle Xhelalu nuk hakmiret ndaj tyre, përderisa ata I krijnë këto vepra dhe I afatizon deri në një moment të caktuar. Vëllezër të nderuar, ki emër I Allahut te bareke ve taala është një emër që edhe ne duhet të marrim mësime dhe ne duhet të stolisemi në jetën e shkurtër të kësaj bote me këtë emër të bukur të Allahut te bareke ve taala, sepse Allahu Xhelle Xhelaluhu e ka lavdruar atë person, madje ka thënë prej veprave më të mira dhe më të lavdruara te Allahu Xhelle Xhelaluhu është ai I cili ban durim. Wa laman sabara wa ghafara fa inna dhalika min azmi al-umur. Për gjërave më të lavdruara te Allahu Xhelle Xhelaluhu është edhe ai I cili ban durim. Allahu na nxit madje në Kur'an thot: wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Bëj durim, sepse Allahu Xhelle Xhelalu nuk I humb të mirat e tua. Vëllezër të nderuar, thamë edhe më herët, durimi I Allahut Azza wa Jall është I pangjashëm me asnjë durim tjetër. Ai Xhelle Xhelalu I doron robërit e vet. Para mendoni sa njerëz në botë e fien Allahun Azza wa Jall, I mëveshin gjëra të cilat nuk I takojnë Allahut te bareke ve taala. Flasin keq për Allahun subhanahu wa taala. I bën shirk Allahut Azza wa Jall, thënë Allahu ka fëmijë. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Kan thon Allahu ka evlat. Laqad ji'tum shay'an idda. Thot Allahu Azza wa Jall, keni ardhur me diçka të tmerrueshme, me një fjalë të madhe. Madje tha Allahu Azza wa Jall: takadu as-samawati wa yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. Nga kjo fjalë e keqe, nga kjo fjalë që jam veshin Allahu Azza wa Jall, thot Allahu Azza wa Jall, saqë nuk qahen toka dhe qet male dhe detër, nga kjo fjalë e madhe që thojnë për Allahun te bareke ve taala. Megjithatë, Allahu Xhelle Xhelalu ka zgjedhur që të bëj durim deri në një moment të caktuar. Edhe ne sot në jetën tonë, në kohën tonë që jemi duke jetuar, I shohim padrejësitë e mëdha që bëhen, vrasje të fëmijëve, të grave, në veçantë të muslimanëve në përbotë, dhe themi shpeshherë ku është Allahu Xhelle Xhelalu. Ama Allahu te bareke ve taala vonon, por asnjëherë nuk harron. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allahu asnjëherë nuk harron. Sepse po të dënon të Allahu Azza wa Jall robërit e vet për veprat të cilat I bajnë, për të këqija që I bajnë njerëzit në këtë botë,
imagjinoni nuk do të kishmejt asnjë krijesë, dhe kështu pikërisht e përshkruan Allahu Azza wa Jalla në Kur'an. Allahu Tebaraka wa Ta'ala thot: "Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Sikur se Allahu Jalla Jalalu ti kishte dënuar robërit e vet se ata bëjnë të këqija në këtë botë, se ata bëjnë mëkate në këtë botë, se ata bëjnë vrasje, se ata i përshkruajnë Allahut Azza wa Jall gjëra të cilat nuk i takojnë Allahut Azza wa Jall, Allah kishte për me i shkatruar të gjitha krijesat. Mirë po thotë: "Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Allahu e vonon dënimin e tij. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. E kur të vjen dënimi i Allahut Tebaraka ve Teala, s'ka as vonim dhe nuk ka as përshpejtim. Atëherë Allahu Azza wa Jalla në surën Ibrahim e përshkruan për zullumçarët, po për çdo kënd i cili është lodh nga jeta e kësaj bote, po për çdo kënd që thot kush Allahu Tebaraka ve Teala, Allah thot keni edhe ju durim, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Mos mendo se Allah është i pavëmendshëm për zullumçart, për veprat e tjera të cilat i bën këtë botë. Innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Po Allahu thot e shtin, e afatizon çdo kënd, edhe jep shansën çdo kujt, edhe atij qafirit, edhe atij pabesimtarit. Allahu Azza wa Jalla ja jep shansën derisa të pendohet, por nëse s'ka pendim, nëse s'ka kthim, atëherë thot ju vjen dënimi dhe kanë më të merru nga dënimi i dhëmshëm që e shohin te Allahu Tebaraka ve Teala. E cekëm edhe më herët, edhe një gjithashtu prej dobive të këtij emri të Allahut Azza wa Jall, nëse besimtari jeton me këtë cilësi, nëse besimtari stoliset me këtë cilësi dhe bëhet i duroshëm, ta din që e ka një derë apo stafat të veçantë ku e presin banorët e xhenetit, dhe kjo është vetëm për atë që ka duru, dhe këto janë elita e banorëve të xhenetit. Andaj Allahu Tebaraka ve Teala thot: "Selamun aleikum." Paqja dhe mëshira e Allahu Tebaraka ve Teala qoftë mbi ju. Mbi kë? Mbi ata të cilët kishin pozitë, mbi ata të cilët kishin famë, mbi ata të cilët kishin pamje të bukur, mbi ata të cilët ishin të pasur. Jo, Allah thot: "Bima sabartum." Selamun aleikum bima sabartum. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju, ju që duruat, ju që ishit të durueshëm në botë. Fa ni'ma uqbad dar. E nuk ka vend më të mirë se sa ky vend që Allahu Azza wa Jall e ka përgatitur apo stafat për durimtarët. Andaj Allahu Jalla Jalaluhu është as-sabur, jo se ai është i detyrueshëm që të detyrojë, po se Allahu Jalla Jalaluhu duron dhe bën durim sepse ai është i plot fuqishëm. Andaj kur ti duron, ti je i fuqishëm, nuk je i dopt. Sa do që njerëzit flasin për ti, kanë folë për Allahun Tebaraka ve Teala, e nuk do flasin për neve që jemi krijesa. Mirë po, nëse don të shpëtosh, nëse don të jesh prej atyre që do të hinë nga kjo derë, bëj durim sepse nuk do të humbësh asnjëherë. Andaj kanë thonë, nëse njerëzit të bëjnë keq për shkak të dunjos, ktheuja me të mirë dhe bën durim dhe sabër për shkak të ahiretit. Elus Allahun e madh që na bëj prej atyre që kur shkojmë para Zotit na thohet selamun aleikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, ishit të durueshëm në dunjë, andaj hini në xhenetin Allahu Tebaraka ve Teala. Elus Allahun e madh anjet na stolis me këtë cilësi, me këtë emër të bukur të Allahut Azza wa Jall. Elus Allahun e madh ti pranon gjitha adhurimet tona që i bëna. Wassalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.